Përshëndetje të nderuar bashkëdhëtarë. Në emisionin e sotëm do të flasim për sukseset e mërgjimtarëve në Mbretërinë e Bashkuar. Respektivisht do të flasim me Elona Gagani, aktore, regjisore, e cila vepron prej vitësh në Londër. Përshëndetje Elona. Përshëndetje Albert. Atëherë unë e bëra një paraqitje tuaj, kështu që do të flasim për sukseset përgjithësi të emigrantëve atje, por megjithatë do të na flisni ndoshta më shumë pak një hyrje për veten tuaj, çfarë bëni atje më konkretisht, sepse dim që je aktore e angazhuar atje, por ndoshta një çfarë bëni atje dhe si e kaloni atje si emigrante. Po, patjetër. Unë kam 10 vjet në Londër dhe jam aktore, regjizore, kam bërë ca spektakle tani këto vitet e fundit, edhe po bëj një master në teatr për komunitetin dhe edukacionin. Çfarë do të thotë për një artiste shqiptare që krijon dhe punon jashtë atë dheut? Do të thotë të jesh midis dy botëve, të marrësh me vete atë që je dhe të riformosh, domethënë në një kontekst tjetër. Është sfiduese, por edhe shumë formuese. Sa ka ndikuar origjina jote shqiptare në formimin tënd artistik? Shumë. Më ka dhënë një ndjeshmëri të fortë nga trupi, heshtja, kujtesas. Dhe jam rritur me histori që nuk tregoheshin gjithmonë me fjalë, por ka ndikuar drejt shumë, domethënë në mënyrën se si krijoj, se si krijoj artin. Kush është personi që ndoshta ai që ju apo ajo që ju ka ndikuar në këtë drejtim që të shkoni ndoshta të ndiqni këto hapat e aktorës? Çfarë ka qenë ajo që ju ka shtyr në këtë të merreni me aktrimin në fakt? Baba im. Kur thoni baba im, pse ka qenë aktor baba juaj apo çfarë? Ai nuk ka qenë aktor, kam një xhaj që është aktor në Durrës, kam një tjetër xhaj që është muzikant, kështu që jam rrit në familje që arti ka qenë, domethënë. Babi nuk ka qenë, por më ka shtyr gjithmonë me u marrë me artin. Ju keni pasur një shfaqje ditë më parë, cilën e keni realizuar atje dhe ka qenë me emrin Diaspora? Po. Pra ne i kemi edhe disa nga fotografitë që na i keni dërguar ju dhe cilat shikuesi do t'i shoh ato megjithatë në pjesë nga shfaqja teatrale e juaj. Si ka qenë kjo? Na shpjegoni pak? Ka pas interesim? Ka qenë domethënë një përmbledhje me gra, kemi qenë gjitha gra nga shumë zona të ndryshme nga bota, nga Ukraina, nga Franca, nga Afrika, nga Shqipëria normale, nga Italia. Edhe kemi punuar bashkë me realizuar këtë, me shpjeguar çfarë do të thënë të jesh emigrante dhe femër jashtë vendit tënd. Dhe sa ka pas interesim kjo, sa ka zgjuajnë kurreshtjen e të tjerëve për ta ndjekur, cilat kanë qenë komedit? Po, ka qenë shumë, domethënë njerëzit e pëlqyn shumë, e ndikoj shumë te audience, te spektatori, domethënë që me kuptuar se çfarë vun kur je emigrante, edhe femër. Kthehemi tek pjesa ndoshta cilat kanë qenë sakrificat më të mëdha në rrugtimin tënd në mërgim, sepse dim që ju s'pari keni migruar në Itali, pastaj nga Italia në Angli, domethënë një rrugtim interesant ju ai. Domethënë në Itali kam emigruar kur kam qenë shumë e vogël, familja ka emigruar, kështu që nuk kam mendim, nuk kam kujtime. Kurse nga Italia kam largim nga familja, domethënë, kur kam emigruar këtu.
Ma thatë para se të hynim në emision që keni problem për të shprehur, por megjithatë unë po mendoj që ju jeni duke folë shumë mirë gjuhën shqipe. Faleminderit. A mban gjallë në një farë forme lidhjen me Shqipërinë, Kosovën përmes artit tënd? Po, e maj shumë gjallë me Shqipërinë, identiteti ime, më thënë, nuk mund të ndaj. Përveç që aktrimit, cilat janë aktivitetet tuaja në komunitetin në përgjithësi në Londër? Dhe në përgjithësi në Mbretërinë e Bashkuar? Jap mësim për teatr fizik, që është një si tip dans, që tip të kërcimi, dhe jam parukere, kam qenë, domethënë, kam pas dyqan në Itali dhe tani po e bëj shumë pak, por prap ndonjëherë e bëj domethënë. Duke parë këtë rrugtimin tuaj dhe jetën tuaj nga Italia në Londër, çfarë ndjeheni më shumë? Shqiptare? Shqiptare edhe e ndjej që kam mamën për zgjaku e shqiptare, kurse ajo që më ka rritur ka qenë italiane, kështu që kam të dyja mamët. Ndërsa kur jemi tek gjuha shqipe, kush ka ndikuar më shumë? Mamaja, babai? Të dy. Apo? Sa shpesh vizitoni Shqipërinë, Kosovën, ndoshta edhe në përgjithësi trojat shqiptare? Varet tani se nuk kam njëri atje shumë të afërt, kështu që herën e fundit kam qenë para 2 vjetësh dhe Shqipëria kishte ndryshuar shumë, unë jam nga Durrësi dhe Tirana, pa besueshme, ka shumë ndryshim, nuk po njihsha më rrugët, domethënë. Kështu që më bë edhe qefi. Fakti që thoni që keni kontakte dhe vizita në Shqipëri, mund na bëni ndonjë dallim ndoshta prej mënyrës punës në Shqipëri, po dhe në ato shtetet në cilat ke vepruar ti, je rrit, je ngrit? Tani, mënyrën e punës në Shqipëri, unë nuk kam punuar asnjëherë në Shqipëri, por kam dëgjuar njerëz ose shoqëri që punon atje që burokrasia nuk është shumë e fortë, më kanë thënë, kurse për shembull këtu kemi shumë mbështetje nga qeveria, por Shqipëria ka afërsinë, ka njerëzirin, ka domethënë ndjehesh më i afërt, ma njëri, kurse këtu ke ftofsinë, kupton? Por fakti që, sepse dim që ka shumë mërgjimtarë edhe në Angli, përgjithësi dhe koncentrimi i tyre më i madh ndoshta është në Londra, sa jeni afër komunitetit, sa bashkëpunoni, sa jeni në evente të ndryshme, në organizime të tjera? Jam shumë domethënë e lidhme me kaca me ambasadën, me ca evente që bëj, por kam dhënë mësim të është një organizatë shqiptare në Londër që kam dhënë mësim, edhe tani do afrohem prap, do punoj që po bëj këtë masterin, kështu që do bashkëpunojmë për një projekt që po bëj me femrat emigrante, shqiptare sidomos, kështu që jam shumë e involvuar, domethënë shumë është pjesa ime të që po bëj. Sa i kushtojnë rëndësi Margata në përgjithësi gjuhës, ruajtjes gjuhës, identitetit? Kushtojnë shumë, sepse aty të kjo organizata që kam lënë mësim për teatr, ishin gjithë kalamaj fëmijë domethënë nga emigrant shqiptar që donin me mësu shqipen. Kështu që ka shumë rëndësi me mbajtur shqipen, gjuhën shqipe. Sa ka personalitete që i njihni ju dhe sa të rinj cilët i kushtojnë rëndësi ngritjes tyre akademike, studimit?
Ka shumë. Ka artistë që ndjek dëmër TED Talk, këto në YouTube, ose ka ca artistë tjerë që kam pa edhe kanë arë në Londër. Nuk jetojnë në Londër, po dhe më thanë, janë duke u formuar, janë duke u zhvilluar, edhe jam shumë e kënaqme dhe më thanë që janë shqiptarë, kupton. Sepse ne dim që atje jeton Rita Ora, Dua Lipa, janë me shqiptarët cilat janë shumë të njohura në botë. Prandaj pyes ka të tjerë të cilët ndjekin rrugën e suksesit. Ka shumë të tjerë, edhe se nuk janë aq me famë mondiale, mund themi, por ndikojnë shumë edhe po bëjnë shumë për komunitetin shqiptar, sidomos në politikë, domethënë, po mundohen shumë. Janë aktive dhe në politikën e Mbretërisë së Bashkuar në këtë rast? Njona është Alketa Mripa Gjaha, nuk më kujtohet tani mi emri, po është nga Kosova fatikisht, është artiste dhe përpiqet me bo me artin, kap edhe politikën. Atë që bëj edhe unë, kupton? Suksesin e mërgimtarëve e shihni si pasuri për kombin? Patjetër. Sepse ka vlerë, suksesi ka vlerë kur kthehet në dialog, më thanë, si tani që po e bëjmë ne, ose si me komunitetin, kupton? Por megjithatë e përmendet që jeni dhe mësimdhënëse dhe megjithatë edhe me një shoqat përmendet që ju mësoni dhe aktrimin. Shoqata ishte, nëse të kuptova, shoqat shqiptare. Çfarë do t'ju sugjeroje apo këshilla juaj brezit të ri, vajzave të reja? Do t'i them që mos presin leje, të besojnë se historia e tyre ka vlerë, dhe të mos kenë frikë të jenë të forta dhe të ndjeheshme njëkohësisht. Por megjithatë mesazhi ka të bëjë edhe për prindërit që mos t'i stopojnë fëmijët e tyre për ëndrat e tyre, apo? Patjetër edhe për prindër që t'i lejnë fëmijët të vazhdojnë të jenë, të realizohen domethënë jetë edhe të japin atë pjesën më të bukur që një njeri ka, që mund t'japi, kështu që po, patjetër. Sepse gjithmonë thuhet që të rit duhet të integrohen në shoqëritë në vendet pritse, në këtë rast sikur Anglia. Por megjithatë integrimi ka të bëjë apo komplet si familje, dhe prindërit, jo vetëm gjenerata e re. Prandaj them sa janë të integruar në këtë drejtim dhe sa janë liberal në raport me fëmijët e tyre. Tani varet nga familjet, varet nga sa, për shembull, kanë prekoncepte, varet, por se si njëkohësisht këtu është edhe jeta që të bën që të hapesh pak, ose afërsimi me komunitetin shqiptar, që për shembull shkëmben fjalë, shkëmben me njëri tjetrit, do të thënë flet, edhe mund të hapesh, edhe mund edhe vizioni. Kështu që ajo mund të ndihmojë shumë edhe familjet. Sa është ambasada në këtë rast afër komunitetit dhe cilat janë ato organizimet e tyre që ofrojnë komunitetin në këtë rast, kulturore qofshin? Ambasada ka shumë, do të thënë, bën pjesë shumë me komunitetin shqiptar. Erdhi të shfaqja që kanë bërë, jo këtë diaspora ka bërë një tjetër besa, dhe erdhen ca, do të thënë, nga ambasada. Kështu që janë aktiv, bëjnë evente edhe kemi lidhje, kemi lidhje, janë të afërt, kështu që po. Në çfarë projektesh je duke punuar dhe sa prej tyre kanë, të themi, temë shqiptare, me motiv shqiptar?
Projektet e mia janë gjithë lidhur me mërgimin, me trupin, me kujtesën. Kështu që Shqipëria dhe diaspora janë gjithmonë pranë meje, pranë këto projektet e mia. Do t'ju shohim së shpejti në ndonjë projekt artistik shqiptar? Shpresoj, me intereson domethënë bashkëpunimi dhe kthimet që krijojnë dialog real, kështu që shpresoj. Ku e gjeni veten, më shumë në teatr apo në film? Teatri është për mua është domethënë shumë e rëndësishme. Filmat më pëlqejnë, por teatri është organik, është live. Po filmi? Pse nuk ju josh filmi, apo çfarë e bën më të rëndësishëm teatrin? A është ndoshta ajo pjesa emocionale, shpirtërore, apo janë... Tamam. Teatri është pjesa emocionale, shpirtërore që edhe domethënë që je aty domethënë me spektakl, me spektatorët, je në një dhomë, kështu që është shumë a shumë që lidhesh, ka shumë kontakt artisti me spektatorin, ndërsa filmi është ajo barriera, kemi atë filtrin e ekranit. Po, mund të jetë film shumë i bukur, shumë emocional, por prapë si prapë ngel ajo filtri, ajo barriera, kupton që nuk e arrin asnjëherë me, si më ja tha, nuk është ndryshe, domethënë teatri është shumë më emocional. Nga këta të rinjt të cilët ju veç ju ligjeroni, ku është interesi i tyre? Cili është interesi i tyre për filmin, për teatrin, apo vetëm për teatrin, apo ndoshta edhe ndikon edhe pjesa juaj sa i ndikoni ju, duke qenë se juve nëse ju pëlqen teatri, ndoshta i impononi teatr? Po, mundoj, them se po, mendoj që, domethënë, si çfarë kam unë më interes, po, janë më shumë ndaj teatrit, sepse mu pëlqen më shumë teatri, kështu që kam mundësi që jam influencoj. Fakti që si një shqiptare, sepse nuk them në aspektin mos themi tek racizmi, por si një shqiptare sa është e lehtë të depërtosh në Mërgat, në shtetin ku je faktikisht. Sepse ju vjeni edhe në Itali dhe Angli, tani keni dy shtete në cilat ke vepru, prandaj pyes ndoshta një prej pyetjeve të cilat është e domosdoshme. Duhet kohë, e fillon nga e para, domethënë në Itali, familja ime fillon nga e para, unë nuk e përjetova sepse kam qenë fëmijë, kështu që u rrita në Itali dhe u bë Italia si shtëpia ime e dytë. Në Londër erdha vetëm kur kam qenë e rritur, domethënë, edhe është e vështirë, por të hapin dyrët, këtu të japin mundësi. Pra nuk shihet ndonjë pengesë pse je një huaj, nuk e ndjen veten të huaj, të krijojnë atë ndjesin, apo si? Varet domethënë se si vjen, tani situata është pak po themi gjithë botën është çik si delikate, por prapë si prapë në qoftë se ti vjen me mendimet mira, me u integruar, ta japin mundësinë. Atë domethënë kam me eksperiencën time. Si në këtë, sepse falem për projekte të ndryshme, prandaj u bërë edhe një pyetje sa është afër, sa qëndron ambasada, konsulatat në përgjithësi, kështu sa janë afër komunitetit, duke qenë se ju si krijues që jeni. Mendoni se do duhej shtetet Kosovë, Shqipëri që t'ju mbështesin juve si artist në aspektin kulturor, sepse kjo me siguri ndikon edhe në ruajtjen e identitetit kombëtar? Po, ajo është normale. Besoj që mbështetja nga
vendi ku kam lindur është bazore, do të thënë. Po, thjesht më intereson sa gjeni mbështetje apo konkuroni me projekte të ndryshme që t'ju ndihmojnë, që t'ju sponsorizojnë. Kam projekte ndryshme, jam me Italinë që jam shumë e lidhme sepse jam rritur atje, edhe kam bërë ca projekte këtu në Angli, por janë gjithmonë, domethënë, me atë emigrimin, nuk ka asnjëherë që them, nuk do ta integroj, kupton se po, a u përgjigja pyetjes, nuk e di. Jo, ideja është, sepse duke qenë se jemi shqiptar, dhe ajo që breng e çdo shqiptari jashtë shtetit është ruajtja e identitetit, mos humbja e gjuhës, frika nga asimilimi. Prandaj them, projekte të cilat ngjallin ndjenjen kombëtare të ta. Pra sa gjeni mbështetje në këto projekte. Dhe a mendoni se do duhej të mbështeten nga shtetet Shqipëri dhe Kosovë këto projekte? Sa keni bërë kërkesa për këto lloj projekte? Okej. Unë domethënë dy punët që kam bërë këto tani vitet e fundit kanë qenë sidomos me Shqipërinë, Besa ka qenë Besa shqiptare, kështu që kanë qenë tamam shqip, dhe ambasada këtu erdhi, e ndihmoi, do të thënë, me publicitetin, por nga ana ekonomike nuk kam pas ndihmë, thënë drejtën, sepse ne kishim një teatër në Tiranë që kishim kontakte dhe donin me shfaqur në Tiranë, por unë kisha një cast, kisha 8 aktorë, domethënë, me vete, kështu që kisha nevojë për fonde, kështu që aty nuk kam pas shumë mbështetje. Domethënë, për momentin, ndoshta me i bë kërkesë prap, ndoshta mund ndryshojnë gjërat. Në rregull, me që jemi në fund të emisionit, çfarë mesazhi do t'ju jepi të rinjve shqiptar në mërgim që ndrojnë të arrijnë suksese, por pa harruar rënjet? Tamam, edhe unë atë do të thoja, mos me harruar rënjet, edhe që sepse rënjet janë forcat tona, janë forcat e juja, dhe besoj që bota ka nevojë për zërin individual e personit ashtu siç janë, nuk ka nevojë me u ndryshu, kupton? Atëherë unë të falenderoj për këtë bashkëbisedim. Faleminderit ty. Po besoj që arritëm megjithatë edhe pse kishe një frikë për shkak të gjuhës se nuk di të shprehesh, por unë mendoj se shumë bukur je shprehur. Faleminderit, kisha shumë, domethënë, se shqipe nuk e flas, pavarësisht se flas me familjen, po jo për ditë, kështu që kisha shumë, edhe e kupton që nuk më vijnë fjalët të rrjedhshme nganjëherë, po jam e kënaqur që ja dola. Atëherë, faleminderit të nderuar bashkëdhëtar, këtu është dhe fundi i këtij bashkëbisedimi. Bashkë, mirupafshim.